Na bët të gjithë studentë, na latë dhe pa lek, na latë dhe pa pun, na bët të gjithë majmun. Na kanë bët gjithë majmun më burë. Miqtë të Piskut, ju përshëndesim. Ja ku ndodhemi me legjendën Ben Aliu. Beno. Ujku i Vorës. Ujku i Vorës, po jo, tani t'japim. Jemi katër uqër edhe kupton edhe na dhem shpirti për situatën në Shqipëri. I ndjek gjitha ato intervistat e tua. Faleminderit shumë, jam i bindur që ka shumë njerëz që të duan edhe të shikojnë me interes. Është vërtet kjo thua? Kjo është absolutisht. Më shajnë, më bëjnë, më thojnë kështu. Ignoranca nuk di tjetër gjë vetëm të shajë, të fyet edhe i bal mbi njerëz të mençur në këtë Shqipëri. Po ku jemi? Gëzohem që shoh që jemi me shëndet. I vdekur, njëso jetoj në Vorë me nuk do të qajmë për ato hallet e mia. Bravo, më pëlqen këtu që edhe pse mund të jesh ndoshta në ato situata tua si çdo kush. Viti 13 pa punë, viti 13 pa punë, me i pension qesharak, po kam kuptuar që është një lojë me gjitha familje shqiptare, është lojë me gjitha familje shqiptare. Ka dy sheku që fuqitë e mëdha mundohen që të emancipojnë Shqipërinë, t'i bindin shqiptarët që jeta është një dhimbje shpërndar dhe mirë ai që ka dhimbjen më të madhe. Mendoj unë, ha? Mirë ai që ka, por punën se kuptojnë edhe pala tjetër që ta mbështesin. Tashi sot ke dhimbje, dje kishte dhimbje ca të tjerë, sot kanë dhimbje ca të tjerë, nesër do kenë dhimbje prapë ca të tjerë. Do ka njëri pa provu thua? Po, asnjë s'ka shans fare. Domethënë, nuk ka shans njëri që të jetë gangster, ose t'jetë përdhunus, ose t'jetë hajdut, ose t'jetë mashtrues, se kanë marrë përgjigjen me shekuj të tjerë. Mendoj unë. Me çfarë vjen më shumë inat? Për çfarë vjen më shumë inat në këtë jetë ku jetojmë në Shqipëri? Më shumë më vjen inat për shkakun që o vllai tem, un jam artist. Merrem me art, urdhëroja tani, po ju mësoj, nuk është, shkruajta, po shkruajta këngën ajo më mbyti. Ajo këngë e fisnikëve, por unë rrugës po këndoj atë. Moshe bukur kjo rini, gjomat bukur jo nuk ka. Mirë po ja që vjen pleqnia, e ke borgje për me la. Mirë ai që ka borgje, duhet i kthej patjetër. Për borgje për anë monetare, po edhe borgje tjera. Po edhe borgje tjera më shpirtërore. Që ti hap dikujt, bravo. I ke rënë qaf dikujt o vllai tem, thuj falë burr. Po pasi gjot ke, val. Sa e vështirë që ka për robi që ti të i përulur më burr, që të kërkojë. I përulur në gjë, a di si është puna? Njerëzit e mençur, dituria nuk marron njerë. Dituria nuk marron kurr. Lexojmë, kam lexuar gjithë ato libra, shikoj edhe të tjerë që lexojnë gjithë ato libra. Po më vllai thash njërit, "Sa pak ka lexuar, pas ke lexuar më shumë se mua valla. Po çka ke kuptuar nga ato libra?" Ajo është e keqja. Or vllai tem, mjaft më me ato teori të gabuara. Mjaft të shekulli 21, shekulli Ben Ali. Shekulli Ben Ali, se ra presidenti i Tunizis, edhe do ngrihet Ben Aliu i Shqipërisë, edhe do t'ju tregoj shqiptarëve se ç'është. A mund ta bëj një katunar për shembull nga Vora këtë mision? Pse? Po jo, më duhet ta bëjmë bashkë, edhe unë më pëlqen shumë të ndjek gjithmonë, i shoh gjithë ato intervistat e tua, je fantastik fare. Po katunar, po jam katunar, nuk mund të dal nga agonia e katunarit. Më tha njona, o katunar, më tha mu, ishte nga Durrësi, notere, më tha mu, o katunar, më tha mu, a di si është puna, më tha mu, për mu duhet grisësh 5 fakt pusa, ti e katunar, më tha, ti edhe i shëmtut, më tha mu, jo, ti e i bukur, më tha mu, unë e tu të shëmtut, më tha mu, i thashun, më të shëmtut se mu s'ke taku, po për ty thash do shëmtohet më tepër që vetëm më thush po. Tash ja, nese, s'ka problem t'i them këto gjona, po njeriu duhet ta pranoj veten ashtu siç është. Jemi katunar, kemi ardhur nga malet, kemi zbrit në fush. O vllai tem, duhet sillemi mirë këtu me këtë popull më burr. Po. Mu duhet mos dhunojmë, duhet mos mashtrojmë, duhet mos guxojmë t'i bimë të parën, bjeri me dytën, e kupton apo jo? Se unë shipem ka shku unda hera ne, nuk e shqyr që mos. Po sherrë, gjithmonë sherrë. Me karike kokës, disa herë më ka raksu, po unë prap jam gjuar, nuk kam vdek, se ka që ka vdiqim në i grusht, bam, vdiqin. Kurse unë jam gjallë. Është më palesë me po merrem për përgatitje, më shih, ja, shih. Domethënë, po mu afru afër tash. Jo, brojtja me mirë sulmi, kështu që unë i pi me të parën, nuk bi, po s'ka shon të bi, edhe 2 metra me qenë. Qarku si ndoshta keq kuptohet me bidje. Ja, temi gjotë bukur. Më thuj gjotë bukur, a ke... Njësho, puna është që shpresojmë shumë që fuqitë e mëdha të jenë shumë serioz me të gjitha familjet shqiptare, dhe unë për këtë jam në jetë që të mbrojmë të gjitha familjet shqiptare, që nga fillimi i pavarësisë ta analizojmë, të bëjmë një analizë gjatë çështjeve shqiptare, që nga pavarësia, kush e dha, që nga lidhja e Prizrenit,
që nga kryeministrat që e morën Shqipërinë, kush janë familjet më të mira shqiptare që kanë dhënë kontribute të jashtëzakonshme për Shqipërinë, edhe t'i japim secilit vendin që meriton. Po si duket situata e Shqipërisë tani me këtë? Situata e Shqipërisë, Trumpi, Putini, edhe Edi Rama, Emmanuel Macroni, Erdogani e kanë marrë situatën në dorë, edhe presim një Shqipëri shembull për gjithë globin, mendoj unë. Por ti kur të rikthehesh, pse u je tërheq domun? Më thënë njerëz që unë bëj humor, ka pëlqyer Charlie Chaplini thot, "Sing never mind the word." Këndot dhe s'ka problem fjalët, kupton? Edhe unë kështu mundohem të këndoj, domethënë edhe dua vetëm të këndoj, por nuk dua të merrem as me politikë. Do rikthehesh Beno? Patjetër, unë kam bërë 2 albume muzikore, dua të bëj edhe 2 albume të tjera. E fundit fare ishte një që më pëlqeu, ishte një këngë që kam kënduar te Arjan Çani, por e shtova dhe një stofë. Na bë të gjithë studentë, na latë dhe pa lek, na latë dhe pa punë, na bë të gjithë majmun. Na kanë bërë të gjithë majmun më burr. Teoritë gabuara, pensione skandaloze, njerëz që ka bërë shkolla janë pa punë. Kanë marrë lekët, kanë marrë shkollën me lek. Po s'merr shkolla me lekë vëllai, ku do të çojmë vëllai? Anë kisht, në xhami, po, do t'i forcojmë kishtat, xhamiat, edhe atje do t'i çojmë të marrin lek shumë. Atë do bëjmë. Po si janë dembela, shqiptarët janë dembela më vëlla. Kanë ikën nga lopët e nga delet e nga dhit, duan me qenë gangstera më vëlla, duan me qenë kështu, duan me bo kështu, duan me bo Al Pacino, duan me bo si e kishte ky, Michael Douglas, gjithë shqiptarët kështu i shef. Ku je timër? Çaj je timër? Katunar, ka nga katuni. Qaje, shko puno aty. Shko puno atjere, puno me lopët, me delet atje, puno. Edhe mos merr me drogë mu, mos merr me drogë mu, e mbo mu fryesh mu në Tiranë me Tiranën sa burr. Po më kara më burr, ç'a ti bëj tani? Ti rafa, ti vrasa, nuk i vras. What doesn't kill you make you stronger. Do të heqim gjithë nga bugjet. Do ta lirojmë, do të heqim gjithë shqiptarët nga bugjet. Do të merremi mirë me edukimin e njerëzve, me koncerte, me teatr, me filma, me gjitha do t'i bëjmë shqiptarët se janë kinga, janë gjithë bukur, janë gjithë të bukur. Programi i uqërve, 4 uqërit, ujku Shiakut, ujku Durrësit, ujku Shiakut, ujku Fierit, ujku Cerrikut dhe ujku Vorrës. Do t'i bëjmë gjithë aktor, do t'i bëjmë gjithë artista, gjithë futbollista. Edhe ca do të majnë lopë, për shembull, do t'i çojmë me lopë, të majnë lopë se nuk. Duam qumësh to, usaj qumësh vaj, ha shtëpia se nuk më vjen gjinov me ngur qumësh. Ma besoni. Po duam lopë, duam lopë. Të shtojmë dhe lopët, jo vetëm njerëzit, se i kena ashtu shumë njerëzit. A jeni dakord me mua? Shumë dakord. Pa mblidheni ju ujqërit, bëni një konvent. Sa të morun pronat, do mblidhemi me ujqërit edhe do mendojmë për këta shumë mecët, invalidët, pa kom, për këta demelat, për këta që ndahen nga gratë, na i lën gratë rrugëve, gocat, për këta që janë dhunshëm, do t'i japim kështu leka, ç'a t'i japim, ushqime, ç'a t'i japim. Do mendojmë për stresat më të tmerrshme që i ka dënuar edhe diktatura, edhe tranzicioni, edhe Berlusconi, edhe mbretëria, edhe keni plan ju që të vini në qeveri? Jo, ne nuk duam me humor fare me këta, se këta janë super miliardera, mërlla, këta tallen me njëri tjetrin. Por ne do jemi një shtet në vete, të ndihmojmë ata që kanë nevojë vëllai tem. Bën është më mirë është mrena apo? Na dhem shpirti zemra jashtë. Më mirë jashtë. Më mirë do iki, do largohem. Po iki po drejtoj në departament në Amerikë më vëlla, se unë flas anglisht, flas italisht, flas rusisht, flas si kështu bosnjakse, e kupton? Edhe i them bosnjakëve, i them. Nga kanë ardhur si eksperiencë duke folur me Trata je majka zveloshe. Zi umri po çuvaj u miru. Do not give up. Çka kam thënë tjetër, prit. Zi umri po çuvaj u miru. Janë 8.000 të vdekur në Bosnjë edhe akoma nuk kanë varr. Ne shqiptarët jemi shqiptar. Imagjino kam mësuar shumë sa nuk di çfarë them më përpara më burr. Po jo, mos mungo kaq shumë, kjo është për shkak se ti ke mungu kaq shumë. A del shpesh ti apo jo? Po për ditë dal, ja. Po ja 400 lekë me ik shtëpi tash, katunar nga Vora, imagjino, po të japim men katunari. Unë i kam thonë çuna katunar, leni qytetarët ta morrin në dorë situatën, edhe ata mund të bëjnë një Shqipëri tjetër, më të qetë, më të Tirana. Para Tirana! Ashtu, një gjë tash. Ata qytetarët mund të jenë më bamirës, familje qytetare tironse. Unë më kanë edukuar çuna nga Tirana, shkolla tironse këtu, kam net konviktor, kam qenë. Je mirënjohës kështu. Jam shumë mirënjohës, sepse më kanë edukuar mirë, po tash
A di që është puna? Puna është që tu kthejmë pronat tjerë tironësve, edhe pastaj familja tjera, edhe të rregullohet Shqipëria sa turp. Që do t'i kthejnë, do të rregullohet ky 7501 këto thua. Ta kanë lëmë shfare më vlla vetëm për vete, po ngopen hajdutat ato buri dhe, po nuk ngopen hajdutat, pra ne është mirë që ta marrim situatën shtruar dhe uqërit mund ta bëjnë këtë, ne katër uqërit. Po ti thu durim jashtë. Familjet, Usun për te kishe pyetjen. Do jeni mbrenda në parlament apo do jeni jashtë parlamentit? Jashtë parlamentit. Jashtë parlamentit. Jashtë parlamentit. Kështu do kush po uqit ngjohen më vlla. Ngjohen uqit. Mirë, vetëm ti je më aktiv po uqit e tjerë ku janë? Lekët, do t'japim lekët më vlla. Po. Do t'japim lekët, nuk do të kompensojmë valla. Tregun që ka qenë dikur që është vendosur 7501 më vend sot. Vjen Gjonat vënë vllajtë. Ora thonë që do çohet Enveroxha nga Vorri, edhe do rregullohet Shqipëria se asnjë s'ka dalë një shqiptar tjetër përveç Enveroxhës me boza. Po ai do çohet nga Vorri, edhe do ta bëjë Shqipërinë lule. Më mirë se Londra, më mirë se Moska, më mirë se Tirani, më mirë se Hajvani. Domethënë kush është tjetër Hajvani? Se ti nuk është di unë, puno që... Po s'ka ky popull po se rrafe, po se vrave, po se përdhunove, po se mashtrove, po se vare mes Tiranës, nuk bo hajër ky popull. E Ramiz Alia i vari, ma men vran ato atje i vari. Kurse këta po i falin, këta po i kalon burgje, tjetër o po vrave, të vrasune, po jo më frit vetën më mirë. Pak më para the që jam dakord me amnistin, që t'i nxjerrin nga burgu. Po t'i nxjerrin nga burgu, po sa t'i nxjerrin nga burgu do t'i vrasin, dhe se kanë bu vrasja ata. Që t'i bëjnë dësh, ja, më thuj mu. T'i shojmë anë në vënde tjera, mendoj una. T'i heqim, edhe se mos bëjmë vrasje këta, të japim ligjin e atyre që mos ketë armë, asnjë i ri, asnjë kështu, vetëm policia shtetit do vllajtem, t'i japim fuqi. Flasim pak për art tani, çka ke bënë ai vepër të bukur tani, çka ke bënë ai tekst bukur. Ça të këndojnë, tash ja të këndojnë një këngë për shkak. Ose para se të shkojmë kjo këngë, derisa ta mendosh që ti na kthe përgjigje për këtë pyetje që të bëj unë, është më keq është bota apo Shqipëria? Pra kush është më keq si gjendje ku është? Shqipëria është më keq apo bota në tërësi? Motra dhe vëllezër shqiptarë. Bravo. Janë bërë dy luftra, ata që kanë tru, duhet kuptojnë që janë bërë dy luftra në shekullin 20. Edhe tash i pritet ketë në luftë janë shtu shumë bota, e kupton? Edhe kjo është problematike. 8 miliardë është edhe po ti vësh re, më vjen keq e them këtë me dhimbje, e them po ti vësh re, mbas luftës njerëzit bëhen dhe më të mirë. Siç u bën për shembull mbas luftës së dytë botërore, shqiptarët u bën dhe më të mirë, u bën më bashkëpunues. Po un kam imagjinoj gjyshi im ka punuar në Argentinë, Amerikë. Po i bëjnë më të liftë. Ore që thot tjetri, ore shife ky është i vdekur, un jam i gjallë. Po faleminderit o Zot që jam gjallë më vlla, se dhe un do vdesi ditë. Po të vdes me nder, vdes mbaj mend për mirë, ose të vdesi si trim, mos vdesi si pederast, mos vdesi hajdut, mos vdesi mashtrues. E kupton apo jo? Tash kush vdes si pederast, kush vdes si mashtrues, kush vdes si përdhunues, e ti vetë vllajtam tash çfarë ti them unë tash? Kam faj unë çfarë? Ke mesazhe motra dhe vëllezër, pra jepi mesazh. Motra dhe vëllezër shqiptar. Duroni edhe pak sepse fuqitë e mëdha duan na hap vendin e merituar në botën e qytetëruar. Shqipëria pritet të jetë shembull për gjithë botën. Edhe për këtë unë si artist edhe shumë miq të mi, shokë të mi, për këtë luftojmë, edhe nuk do t'ju zgënjem. Ma besoni këtë, edhe pension do ngrev. Do më mirë shteti mirë në botë. Më i mirë do. Po ne shteti më çelbu në botë më. Po, ashtu thuaj ti, ne jena më të mirët në botë. Se je ti i keq, nuk jemi ne. Orin pabu. Jemi tre veta të mirë. Po, të mirë, të shpërblyeni. Ti që flet keq, mendon keq. Pra ne flasim atë se çka mendojmë, pra mendojmë keq e flasim keq edhe jetojmë keq apo jo. Sa kanë mendoj tash që nga fundi ta mbyllim programin. Mbyllim mesazhin, mbyllim me këngë bukur. Se ta prish humorin, ta prish humorin të Robi plaket kur do vet apo jo. Ja, më vjen keq për atë këngë, më mirë të këndojmë një këngë mesazh për shqiptarët. Tu ishe ti tu ta mbaroj. Moj gospejane, moj gosmaqike, në deshta, ta fletën, a më të shive që më duhet me hap. Hapi dokumentat. Ore, po duhet me hap dokumentat, po la, shive, dokumentat nuk kam të. Jo, legja e kujtova. Jo, hapi të një. Kushta freskon, balin ty, aman gotere. Kushta freskon, balin ty, aman gotere. O të kanë dash dhe pra të do, aman gotere. O të
kam dash dhe pra të do, aman gocere, sa e bukur je, o jam katunar, ti nuk ndo mu, ti do ato me lek, do dorgaxhit, o! Ato marto, s'kemi lek në katunarët, marto me dorgaxhi. Ato i ke qeveri, atje i ke, hajt. Qa ti bëjmë isha, ha? Bollë me myllja më mirë kështu, ta mylli me... Ka kanë dorgaxhit lek s'kemi drop, lajtam, na shikojmë. Po e kam diploma vete, ja, diploma jon, ja, me këto lekë, lajtam, shikoj, na kështu na kalon qeveria. Rama burgere, ja, këta kryeministër do bota boj Shqipërinë, vllajtam, se merret vesh me veriun dhe me jugun. Bravo për inteligjencën, miku im. Bravo. Faleminderit. Kur shoh që i bosbor këtyne që mahen sikur ç'a jemër, o shqiptar, ular kokën aty, jetoj për ulur, se nuk është turp, të jetosh për ulur, se janë fuqitë mëdha ata që bëjnë ligjet. Nuk i bëjmë ne. How are you? What's your name? What's your country? What's your country? Hey, më tregoj pe, çam tregoj, më tregoj pi ujë, pi ujë. Ja, ajo. Aj pe. Ç'a shef me gjithë ose kanë ardhur shumë? Po kanë ardhur shumë, du me na animu, po du me na bu, po më duket mos janë spiona drejtë. Kanë shqiptarë po vinë këto. Do martohemi në një nga këto, takojnë autobus një nga Filipinet. Për zotin, shumë e mirë. Shumë e sjellshme, shumë e për ulur. Shumë të mira se këto që i majnë thojt e gjata, ose nuk e di, nese njësho hajde më, se nuk jam më i mirë nga gjithë. Jam një zë që duam të ndryshojmë të Shqipëri. Jemi një zë që duam të ndryshojmë të realitet. Bashkë me ju. Adi, shneri.